Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Detoksi I shpirtit. Të nderuar vëllezër besimtar, nuk është qëllimi që ta shërojmë shpirtin, për cilën na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në trup është një gjymtyr. Nëse ajo është e mirë, I tërë trupi është I mirë. Mirë po, qëllimi është që ta ndryshojmë veten tonë në Ramazan. Andaj kemi quajtur kështu detox. Ramazani pra vëllezër nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija, por është një proces pastrim të brendshëm. Një detox për zemrën, mendjen dhe sjelljen. Agjërimi synon të na çlirojë nga varësitë e veseve, fjalët e kota, zemërimi, syri I ndaluar, gjuha që lëndon dhe zakonet që na largojnë nga Allah subhanahu wa ta'ala. Në këtë muaj njeriu mëson ta kontrolloj veten e vet, jo vetëm stomakun, të heq dorë nga e keqja, jo vetëm nga ushqimi, të ndërtoj disiplinë, jo vetëm uri, sepse agjërimi vërtet është kur shpirti dobëson efshin dhe forcon karakterin, e jo vetëm kur trupi ndihen urinë. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj të adhurojmë Allahun në mënyrën më të mirë të mundshme. Allahu ju ruaj.